Deputetja e LSDM Sanja Lukarevska ka njoftuar se LSDM ka dorëzuar 160 amendamente për të kërkuar mbështetje për, siç thot ajo, korrigjimin e menjëhershëm të politikave të dëmshme të qeverisë. Ajo në preskonferencën pas debatit parlamentar lidhur me rebalancin e buxhetit, tha se qeveria me rebalancin po vjedh para nga qytetarët në mënyrë që të rrisë luksin e saj. Me këtë rebalans, nuk ka para për një rritje të përshtatshme dhe të merituar të pagave të punëtorëve e për paga më të larta në arsim dhe kujdes shëndetësor. Nuk ka para për të lënduarit dhe familjet e viktimave në Koçan. Nuk ka para për masa të reja për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve, për të ulur çmimet. Në këtë mënyrë varfëria do të rritet. Qeveria po vjedh para nga qytetarët në mënyrë që të ketë më shumë para për luksin e zyrtarëve. Lukarevska më tej thot se për këtë arsye LSDM ka vendosur për këto amendamente dhe i ka publikuar disa prej tyre. 934 milion denar për mbështetje financiare për familjet e të vdekurve dhe të lënduarve në Koçan, rritje të bursave studentore dhe mbështetje për studentët nga familjet në nevojë, transport falas për nxënësit në zonat rurale, rritje për 10% e pagave të mësuesve në arsimin fillor dhe të mesëm, më shumë para për rindërtimin e shkollave, kopshteve, rrugëve, kanalizimeve, sistemeve të ujit në për komuna të ndryshme të vendit e të tjera. Lukarevska tha se këto janë propozime reale dhe të përgjegjshme për të cilat ka vend në buxhet, por luksi dhe shpërdorimi i qeverisë duhet të zvoglohet.